për ty maskull që tradhton, që ke një femër në krah, në shtëpi dhe shikon një femër tjetër. Për ty maskull që tradhton akoma dhe me një shikim dhe shpeshherë kur ke grua në krah. Për ty maskull që gruaja e lodhur, e punuar shumë herë dhe në punë dhe në punë të shtëpisë dhe i zëgjumi në darkë dhe ti flet me femra të tjera, mjaft më të merresh, si të thuash, me ato femrat që janë, që flasin më hapur se gruaja jote. Mjaft më në heshtje. Zgjidhja është vetëm një. Hape zemrën te gruaja, te partnerja që ke zgjedhur. Ajo që e zgjedhja jote. Dhe nëse je me mbledhëri, mundesh të hapesh. Është më e ndershme të kërkosh të ndahesh dhe të thuash deri këtu udhëtimi jon, se sa ta tradhtosh, ta plagosësh, sepse ajo të ka kuptuar, por rinë e eshtje se ka shtëpinë, ka familjen dhe nuk do që ta prish, ka fëmijët. Ka eshtur këtu e kaq kohë. Mendoj që ti u linde nga një nën, që e di shumë mirë, që e lidhur shumë atë nën, dhe nuk do të pëlqente të ta plagoste babai jot. Ishte shumë e shenjtë për ty. Ashtu edhe ajo gruaja që ke në krah nuk e meriton tradhtim. Akoma dhe atë lajkun që e bën fshehurazi. Adhuroje gruan tënde. Adhuroje partneren tënde. Foli, nëse të pëlqen, të vishet ndryshe, bli dhe ti roba, shkoni së bashku. Shprehu çfarë dëshiron të kesh nga ajo femër, nga ajo grua. Shprehu çfarë të pëlqen të bësh në krevat, në orën intimitetit. Mos e kërko në vend tjetër. E di shumë mirë që ndihesh më me turp te gruaja jote, te partnerja jote, të bësh gjëra që i bën në vend tjetër, ose siç adhuron një femër tjetër. Por mos harro se në këtë mënyrë ti e ndërshkon, e torturon, e mërzit, por në të njëjtën kohë ke ndëshkuar dhe veten tënde. Sepse nuk mund të ketë balancë, armoni, nëse ke krijuar familje dhe mendjen e ke në vend tjetër. Sepse ato janë çaste që mund të jetosh me persona të tjerë. Nuk është lumturi të jemi me të tjerë dhe të shkojmë në vend tjetër. Është boshllëk. Njëri që është bosh mundohet të mbushet në vend tjetër. Dhe dini shumë mirë ju o meshkuj dhe ju gra që mund ta kemi bërë, që ai boshllëk nuk mbushet me asgjë. E jani së bashku, të hapim zemrat, të flasim. E di që je mashkull dhe nuk e faj, dhe nuk mund t'i kërkonje të gjitha gjërat nga gruaja jote, sepse dhe babai jot s'ka kërkuar dhe në mbrapa. Është më thjeshtë në një vend që se nje, që nuk do ta shkosh përsëri, ose je në një telefon dhe kërkon intimitet. Ajo në një telefon tjetër ti në tjetër, sepse atje nuk ndjen turp, nuk ndjen kontradikt me veten. Nuk është nevoja të tregosh sa i Zoti jetë si mashkull. O shpirtra të bukur, ju dua shumë. Dhe flas në emër të femrës, sepse jam një femër që jam tradhtuar në të tëra mënyrat. Dhe të gjitha nënat tona, gjyshet tona, në të njëjtën kohë, por kemi eshtur, mos prishnim familjen. Kur ajo familja dhe ata fëmijët ndjenin dhimbjen e nënës, urrejtjen e brendshme, mbylljen e zemrës,
gruaja mbyll zemrën vetëm kur ju qëndroni në largësi. Ju nuk e përfillni, nuk e adhuroni, nuk e flertarni, t'i thoni sa e bukur je, akoma dhe me robat e shtëpisë, sepse ajo femër e la tër veten e saj në duart tuaja. Ju kemi nevojë të jemi së bashku në armoni. Çdo gjë është gjini femërore dhe maskullore. Nuk kemi ardhur vetëm për intimitet, po ndërmjet intimitetit shprehim emocionet tona. Mos e largo gruan, mos e shqetëso, sepse kur një grua është e lumtur, atëre gjithë shtëpia do jetë e lumtur dhe fëmijët e lumtur. Do mund të jetojmë dhe të rritim fëmijë të shëndetshëm, që janë e ardhmja, shpresa jonë. Prandaj le t'ju japim fund të gjithave këtyre, të gjithë së bashku. Për gjitha këto, je mashkull, e di shumë mirë që shumë herë nuk e bën me vetëdije, dhe janë plagët e trashëguara, është frika, është turpi të ndeshesh me gruan tënde, dhe shumë herë për ju meshkull që ndjeni të dobët nëse keni një femër të fortë të pranë, me dritë. Ajo mund të zbutet vetëm kur ju ta shikoni, ta përkëdhelni, dhe ajo t'ju përkëdhel ju, po jo si nen, po si grua. Vetëm atere do jemi në armoni. Dhe nëse ka mbaruar dashuria për atë person, nuk është nevoja ta tradhtosh, ta ndërshkosh, ta lëndosh, por mundesh ta lirosh. Ti thuash deri këtu ishte udhëtimi im me ty, sepse edhe ti do jesh i lirë dhe ajo, por dhe fëmijët. Prandaj, lutem shumë. Kam bërë akademinë e dritës me shumë programe të përshtatura dhe për burrat dhe për gratë. Dhe jam këtu, ju thërres të gjithve, e jani, tapim zemrën si ndjen gratë dhe si ndjeni ju, dhe s'është nevoja të bëjmë luftë, por erdhi dita të kthehemi në paqe, në dashuri të vërtetë. Le të lejmë programet e traumat e vjetra dhe ka zgjidhje. Jam Merita Cake, terapiste energjetike universale, mësuese trajnere, shkrimtare për zhvillimin personal dhe zgjuarjen kolektive. Të gjitha këto janë sikur të jemi në një laborator dhe po na përdorin në mënyrë që ne të marrim programet tonë. Më shkruaj në privat nëse ke nevojë të bësh terapi, ta hapësh zemrën në një grua, se të kuptoj. Nuk të korrigjoj, nuk të kritikoj. Çfarë është bërë. Puna është të gjejmë shkakun, rrenjën dhe të lirojmë. Dhe zgjidhja nuk është tradhtia, as për ty burr, as për ty femër. Se shumë mbajnë gruan ose burrin dhe nga mbrapa luajnë, akoma e vinë në intimitet dhe me një femër se një mashkull tjetër dhe nuk ndahen, po ajo energji kuptohet, sepse dhe ti ke në shpirt dyshime, e ndjen veten me faj, kur e ke bërë një veprim që s'duhet ta bënje. Edhe sikur mos e kesh kuptuar akoma, në shpirt energjia ndihet. Prandaj le t'i lirojmë ju pithirje, jam këtu dhe për terapi kolektive dhe në individ. Ju dua shumë, ju falenderoj, ju përshëndes kudo që jeni.